Të dashur qytetarë dhe qytetare, kjo seancë sot në vend se të dëshmoj atë që duhet dëshmoj, qëndrimin tonë luajal në çështjet e sigurisë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vlerësimin tonë maksimal për njërë nga paqat më të vështira në historinë e paqes, siç ishte ta quajmë anëpushim ndërprerja e luftimeve në Gaza, figurat butaforike Palloshi i Belindës i jep kësaj seance nuanca, të lutem, fjalën e keni vetëm për të bërë pyetje. Vetëm për pyetje. I ka thënë Belinda, jo unë Pallosh. Është minutazhi për pyetje. Sepse shkruani aty të pyesu ty tani pyetja ime. Atëherë zoti Strazimiri, ke pyetje? Zoti Strazimiri. Ke pyetje? Nuk ka pyetje. Atëherë edhe përgjigjen e pyetjeve e morëm nga kryeministri. Fillojmë diskutimin, prezantimin nga nismëtari zonja Elisa Spiropali, Ministre për Europën dhe Punët e Jashtme, pa kufizim kohor, sipas neni 73.2 e rregullores. Përgjigjja u bë, zoti Bardhi. Zoti Berisha, ju lutem, zini vendin. Lironi foltoren. Të fillojmë seancën. Zoti Berisha, ju tërheq vëmendje sipas rregullores. Tërheqje vëmendje, lironi foltoren. Jeni pa mikrofon, lironi foltoren. Zoti Berisha, në bazë të rregullores ju jap vërejtjen e dytë. Masa e dytë, vërejtje. Zoti Berisha, lironi foltoren. Lironi foltoren. Lironi foltoren. Jeni pa mikrofon, lironi foltoren. Nuk po dëgjon njeri. Zoti Berisha, lironi foltoren që mos ndërpresim seancën për shkakun tuaj. Fjalën e ka nismëtari zonja Elisa Spiropali, Ministre